Masat e marrë nga policia në fakt ka një ndryshim sepse në kordonin e parë janë vendosur oficere policie, janë vendosur zonja police. Kjo do të thotë që ka një qasje më ndryshe policia e shtetit, sepse kordoni i parë është me oficeret të policisë. Pritet për të parë nëse edhe opozita do t'i përmbahet tezës së saj për kryengritje paqësore, pra për një protestë paqësore, për të kuptuar se si do t'jetë edhe skenari më teshëm pas përfundimit të fjalimeve. Por pyetja që është gjithmonë në përfundim të protestave nuk është më pjesëmarrja e mbështetja, sepse Partia Demokratike po e teston vazhdimisht bazën e saj duke thirrur protesta dhe duke i pasur në shesh. Problemi është që dhe pyetja që pret përgjigje është se çfarë produkti real japin protestat e thirrura nga opozita. Kjo pritet për të parë në perspektivën politike të jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të Partisë Socialiste dhe të qeverisjes. Palën më njanë këtu edhe ndërhyrjet e drejtësisë. Ky është kuadri politik në cilën zhvillohet dhe kjo proteste ditës së sotme. Janë në radhë njëra pas tjetrës protestat e organizuara nga opozita. Në momentin pritet të nisë dhe protesta rrotës kombëtare, organizuar nga Partia Demokratike. Ju lutem, afrohuni pranë podiumit. Me sa duket pas pak do të filloj protesta, sepse janë folësit e Partisë Demokratike të cilët ftojnë protestuesit që të mblidhen përballë pranë podiumit dhe për të pritur zotin Berisha dhe mbështetësit e Partisë Demokratike, kupolën më të lartë të saj, të cilët do t'jenë të pranishëm natyrisht në këtë protestë. Pritet mbritja e tyre për të nisur edhe zyrtarisht protestën. Ata janë në seli, zoti Berisha ka mbritur rreth orës 19 ndjes 18:45 minuta në selin e Partisë Demokratike, ndodhet atje me përfaqësuesit më të lartë të kësaj force politike dhe pritet që nga momenti në moment të lërë selin për të mbritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, atje ku gjithashtu ka një përqendrim të protestuesve, pjesa më e madhe e protestuesve madje janë mbledhur përpara kryeministrisë. Dhe nuk e di se si është situata në selin e Partisë Demokratike atje ku pritet që nga momenti në moment të zoti Berisha të zbresë bashku me përfaqësuesit më të lartë Partisë Demokratike. Ka vëmendje mediatike si në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ashtu edhe në selin e Partisë Demokratike. Shohim me këto pamje të drejtë për drejta përqendrimin e policisë në taracën e kryeministrisë, pamje të zakonta në fakt. Natyrisht që kanë dhe ata planimetrin dhe kanë planimetrin e mbrojtjes së godinës dhe natyrisht të gjithë territorit ku do të zhvillohet protesta. Vazhdoj të jem me Enkeleda Memën në linjë, ndërkohë që dhe në selin e Partisë Demokratike me sa duket po bëhen gati, ka gazetar të përqendruar në hyrje të saj, duket se për çështje minutash ndoshta do të nisë edhe protesta. Shohim një oficer policie i cili po xhiron me celularin e tij të gjithë planimetrin, perimetrin atje ku do të zhvillohet protesta, mas mbrojtëse, natyrisht, por natyrisht edhe një mas për të evidentuar më pas nëse do të ketë akte të caktuara për të qenë më të qartë edhe policia për ndërhyrjet e saj, ndoshta. Pjesë e planit të punës edhe kjo. Enkeleda Mema ka linjën në momentin më të parë që do të ketë dikë për të intervistuar. Po Leda. Qartë, po pritet nisja e protestës me Pink Floyd në sfond. Partia Demokratike ka një përzgjedhje shumë mirë të muzikës më të mirë që shpreh revoltën, rebelizmin, Pink Floyd, me këngën e tyre himn,
Mësues lirini fëmijët qetë është titulli i këngës, në fakt është një këngë revolt për gjithë ata që duan të shëmbin muret të ngritura nga sistemet autokratike. Është një këngë himn e cila ka dekada e dekada që mbjeton dhe në tingull të kësaj këngë pritet në fakt që të nisë kjo protest, ndërkohë që duket se nga selia e Partisë Demokratike nuk ka lëvizje.